Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet më të rëndësishme. Do ta nisim me gjeopolitikën, ku Komisioni Evropian së shpejti do të propozojë një paketë të konsiderueshme investimesh për Groenlandën, territorin gjysmë autonom të Danimarkës, tha shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një konferencë për shtyp këtë të premte. Ne do ta nisim ditën e sotme me Blerin Vakën, i cili do ta flasë për këto zhvillime të tjera. Bler, të përshëndes. Përshëndetje, Grisela. Bler, do nisim me Komisionin Evropian, ashtu si e thash, pra që pritet të propozojë një paketë të madhe investimesh për Groenlandën në një moment kur rajoni po fiton rëndësinë strategjike globale. Si e sheh Bler, apo e sheh tashmë Bashkimi Evropian Groenlandën si një partner ekonomik apo si një pikë kyçe të gjeopolitikës? Groenlanda në këtë moment historik është një vazhdimësi e retorikës së Donald Trumpit që në përgjithësi që nga mandati i parë, por edhe tani deklaratat i ka shumë më të forta se sa pretendimet. Këtë e bën për të ushtruar një farë presioni ndaj Bashkimit Evropian, siç e ka shprehur edhe vetë edhe në mandatin e parë, por edhe tani që ka kërkuar nga Bashkimi Evropian edhe Europën përgjithësi që edhe antarët Europian në NATO që të investojnë më shumë në NATO edhe në sigurinë globale, që të marrin në rolin e tyre që ju takon. Edhe në këtë rast, unë mendoj, pavarësisht se nuk është shprehur shumë diplomacia në këtë lloj mënyre, por mendoj se Groenlandën e ka përdorur si një deklaratë maksimaliste, ashtu siç edhe Kanada dikur në fushatën për president të mandatit dytë, i ka përdorur si të ushtrojë një farë presioni të tillë që aleatët e Amerikës të japin më shumë nga vetja dhe të fuqizojnë më shumë sigurinë globale, duke pasur parasysh rritjen e ndikimit kinez ose aziatik në përgjithësi, kërkon që Bashkimin Evropian e Europën të ketë aleat të qëndrueshëm. Edhe normalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë edhe synojnë që të jenë gjeopolitikisht më të fortat. Edhe ndoshta është edhe e drejtë. Bler, nga ana tjetër, i sheh këto investime pras një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj interesit në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës për Arktikun? Absolutisht që ky është qëllimi i investimeve në rritje të Bashkimit Evropian, sepse zona e Groenlandës pritet edhe përveç se është një zonë gjeopolitike që ka të bëjë shumë me sigurinë globale dhe të Arktikut, edhe qëllimi tjetër është që edhe të kenë disa investime afatgjata që pretendohet që të jetë një zonë shumë e pasur me hidrokarbure, naftë dhe gaz, kështu që kjo është qëllimi. Pastaj është edhe problematika që vetë vendasit janë në një përpjekje ndoshta të heshtur që të shkojnë drejt një pavarësie të plotë nga Danimarka dhe Europa. Por këtë nuk mund ta realizojnë me ato burimet që kanë, i duhet një mbështetje e fortë. Deklaratat e Trumpit për blerjen e Groenlandës janë ashtu siç ishin edhe deklaratat të blerjes së Gazas, për shembull. Këto janë deklarata bombastike që duan të vënë nën presion ata që janë përgjegjës për ato territore ose ata që duan të futen përgjegjës në ato territore. Në qoftë se populli i Groenlandës, për shembull, do i përgjigjej pozitivisht Donald Trumpit, atëherë është hap shumë i afërt pavarësisht se analistët nuk e shohin si një diçka të afërt, po për mua nuk është as shumë e largët. Është vetëm çështje forcash. E qartë. Bler, nga ana tjetër mendon se po militarizohet gradualisht Arktiku në petkun e sigurisë, pasi BE-ja paralajmëroi se do të përdorë shpenzimet e mbrojtjes për të forcuar dhe praninë në Arktik? Unë mendoj që Donald Trumpi nëpërmjet Groenlandës ka arritur atë që synonte që në mandatin e parë, të rritjes së buxhetit të vendeve të Europës në NATO dhe në siguri, edhe po arrin nëpërmjet Groenlandës, pavarësisht se investimet do shkojnë në zonën e Arktikut, po
janë investimet cilat çojnë edhe në rritjen e sigurisë vetë NATO-s edhe të forcave euroatlantike. Kështu që në një farë mënyrë Donald Trumpi po arrin atë çfarë ka synuar. Pavarësisht se deklaratat e tij janë shumë herë më bombastike se sa kërkon të arrijë ai, pavarësisht se në krahasim me çfarë deklaron edhe me çfarë arrin janë minimaliste, deklaratat janë maksimaliste, por në afatgjat unë mendoj që ai po e realizon ato çfarë po deklaron ose çfarë synon. Mendon Bler se rrezikon tashmë Groenlanda të kthehet në fushë përplasjesh mes fuqive të mëdha? Unë nuk mendoj se nuk i intereson ndonjë përplasje e drejt për drejt si ajo në Ukrainë. Por do ketë një luftë forcash edhe do shohin pastaj edhe vetë vendasit e Groenlandës, pavarësisht se nuk janë një popullsi shumë më madhe. Po do shihet edhe sjellja e tyre, edhe sjellja e vetë Bashkimit Evropian, edhe vetë Danimarkës. Ajo vetë Danimarka jep shumë investime edhe subvencione në Groenland, vetëm për ta mbajtur si një pikë strategjike. Domethënë është një grop thithse që merr investime nga Danimarka pa i kthyer diçka në këmbim drejt për drejti. Vetëm i këmbim që i kthen mbrapsht Groenlanda Danimarkës është të qenurit strategjikisht i fortë, ose Danimarka në arenën e Bashkimit Evropian ka një fuqi domethënëse duke përfshirë edhe rolin që ka ajo atje në Danimarkë. Nga ana tjetër, Bler, Groenlanda ka qenë më parë objekt deklaratash dhe interesash të drejtë për drejta nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Apo tenton tashmë Bashkimi Evropian të balancojë disi ndikimin amerikan në Groenland? Absolutisht ky është qëllimi, domethënë që ta balancojë edhe kërkesat ose përpjekjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të investuar në investime afatgjata energjetike ose të burimeve të ndryshme natyrore, kërkon që këtë bëjë një balancim Bashkimi Evropian dhe të sadopak të largojë atë mundësinë që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta mund të arrijnë edhe atë që arritën me Alaskën. Në vitin 1867, në marsin e 1867-s, që arritën që ta blenin Alaskën, edhe sot është një burim shumë i madh ekonomik për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është shteti me territorin më të madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, prodhon diku te 2-3-4% të energjisë së Shteteve Bashkuara të Amerikës, kështu që ndoshta në këtë vizion përpiqet që ta shohë edhe Donald Trump edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Groenlandën që nëpërmjet presionit sistematik Danimarka edhe Bashkimi Evropian të tërhiqen edhe strategjikisht ja lejnë Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, Bler, përveç Groenlandës, von der Leyen foli edhe për marrëveshjen Mercosur dhe zbatimin e saj të përkohshëm. Mendon se tashmë Bashkimi Evropian po tregon se interesat ekonomike po mbizotërojnë disi mbi debatet ligjore dhe ato institucionale? Debatet e diplomacisë dhe politikës gjithmonë i paraprin atyre debateve ligjore edhe institucionale. Gjithmonë politika është ajo që është instrumenti kryesor që vën në vizje aspektin juridik edhe institucional. Aspekti juridik edhe institucional është fleksibël në momentin që palët politikisht bien dakord për të ndjekur një strategji ose një diçka. Groenlanda varet se si do sillen Europa dhe Amerika në vazhdim, por mund të përdoret si një pikë kthese e gjithë drejtës ndërkombëtare. Kështu që pse këto investime të Bashkimit Evropian, Bler, po vinë një kohë tensioni global dhe rivaliteti mes bloqeve të mëdha? Po për sa kohë Artiku është u bën diku më shumë se një dekadë, ndoshta 2 dekada që
pretendohet që artikull është shumë i pasur me burime natyrore, e hidrokarbureve, pavarësisht se kostoja e nxjerrjes është shumë më e lartë se sa në këto territore ku nxirret sot, por pretendohet që aty tjetë ardhmja e hidrokarbureve. Përveç interesave dhe tjera në vazhdim që ku kufizohen Europa, pjesa veriore e Rusisë. Pastaj në një farë mënyrë duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndoshta edhe duan ta rrethojnë aleatin e tyre Kanadan që në vazhdimsi ndoshta të pretendojnë edhe pse mund shihet shumë e largët si zhvillim, por ekziston edhe mundësia që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në afatgjat kërkojnë të bëjnë një bashkim tjetër, siç është ky bashkim evropian, të bëjnë një bashkim amerikan. Përveç asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një shkputje e Kanadas ndoshta në afatgjat. Këtu i bashkohet pastaj edhe Gronlanda si një shtet ndoshta i pavarur. Ky mendoj që është një vizion i largët, po jo i paarritshëm. Mendon Bler se Bashkimi Evropian tashmë po hyn në një fazë ku vendimet strategjike merren në presionin e kohës dhe krizave globale që po ndodhin? Absolutisht po, dhe mendoj siç e kam thonë edhe në intervista tjera që kemi qenë bashkë, Bashkimi Evropian është shumë i ngadalt. Burokracia e Bashkimit Evropian është shumë e ngadalt edhe vetëm nën efektin e presionit dhe kur arrin aty tek kulmi, reagon edhe bën zhvillimet e veta. Edhe normalisht që edhe Donald Trump e ka lexuar këtë sjellje të Bashkimit Evropian dhe përpiqet që t'i vej para disa fakteve që ta detyrojnë Bashkimin Evropian që të bashkohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose thjesht zgjedhë të jetë ajo që është në natyralitetin e vet. Pse Bler udhëheqësit evropian po kërkojnë që marrëveshja Mercosur të zbatohet sa më shpejt e mundur, pra kjo marrëveshje e cila rregullon tregtinë, por ndërkaq edhe bashkëpunimin mes shteteve? Po normalisht ndikimi i vendeve aziatike, rritja ekonomike, popullsisë tyre në afatgjat dhe rënja e rëndësisë ekonomike të Europës, për shembull, siç ishte edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që e kishte theksuar aty që nëse në vitin 1990 Europa ishte 25% e GDP-s globale, sot ka arritur te 14% dhe kërkojnë të bëjë këto marrëveshje dhe të arrisë ndikimin edhe rolin e Europës kundrejt vendeve tjera që janë në ekspansion ekonomik dhe ekspansion popullate. Pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e lexojnë që ndoshta shumë shpejt edhe lindja e mesme ndoshta do arrijë një farë qetësie, prosperiteti dhe zhvillimi të lartë ekonomik, ndërkohë që Bashkimi Evropian i duhet si një aleat i vazhdueshëm siç ka qenë gjithmonë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendon Bler se do të jetë Grenlanda fronti i ri i ftohtë i gjithë politikës globale? Mendoj që është një fillim i një më thojza konfliktit ftohtë, ashtu siç është vetë Grenlanda, por ngelet për të pa a do të arrijnë palët që të nën efektin e presionit të përbashkët, kryesisht Shteteve Bashkuara të Amerikës, a do të arrijnë një farë marrëveshje ose një farë qëllimi të përbashkët, dhe a do arrijnë të ky vizioni i largët për cilën po flason, që të vazhdojnë të jenë aleat të vazhdueshëm dhe strategjik kundrejt ekspansionit të vendeve tjera. Që kanë të bëjnë me Azinë ose ndoshta edhe me Amerikën e Jugut në vazhdimsi. E qartë. Bler, mirë, për të kaluar tek Rusia dhe Ukraina, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se sipas tij ekziston gatishmëria si nga Rusia ashtu edhe nga vetë Ukraina për të arritur një marrëveshje paqeje. E sheh këtë si një vlerësim realist apo nga ana tjetër thjesht një deklaratë politike? Unë e shoh si një vazhdimsi i deklaratave politike kryesisht,
po nëpërmjet vazhdimësisë së deklaratave politike mund të arrihet edhe diçka realiste në vazhdim, sepse po ta kujtojmë që Donald Trumpi gjatë fushatës tha që brenda 3 ditësh unë jap fund luftës në Ukrainë dhe nuk ndodhi ashtu. Ai po bën 1 vit edhe nuk ka realizuar ndoshta diçka shumë domethënëse në këtë konflikt. Pastaj besoj se situata në Ukrainë është shumë kritike, sepse Rusia e ka bërë shumë qartë që nuk heq dorë nga Krimea dhe nga Donbaski dhe territorit korridorit që çojnë Rusin te Krimea, ka kërkuar ose një autonomi të plotë të kësaj zone, që është korridor drejt Krimes për Rusin, ose nën protektoratin mbrojtjen e Rusisë. Duke marrë parasysh që kjo është vija kuqe e Rusisë, ndërkohë që diplomacia europiane dhe Ukrainës përpiqet që ta jap veten sikur një palë që nuk do të bëjë lëshime, normalisht që duket e vështirë situata, po jemi pak a shumë aty ku kemi qenë edhe në dhjetor të vitit kaluar. Ka pasur zgjerime territore nga ana e forcave ruse brenda Ukrainës, që është një tregues që mendoj që Ukrainës po i bjen ajo ndoshta rezistenca, ndërkohë që në qoftë se do vazhdohet kështu, atëherë sigurisht që edhe Ukraina dhe Bashkimi Evropian do jetë detyruar që të investojë në një marrëveshje, qoftë edhe në atë skenarin që thash edhe herën e fundit në dhjetor, që të ketë një ndarje territore. E qartë, Bler, nga ana tjetër, Donald Trump ka pohuar se presidenti rus Vladimir Putin është interesuar për një marrëveshje për t'i dhënë fund kësaj lufte dhe sipas Trump, nga ana tjetër dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndan të njëjtën dëshirë pra për një marrëveshje paqësore mes të dyja vendeve. E para, a mund t'i besohet vullneti të presidentit Putin për paqen në këtë fazë të konfliktit dhe nga ana tjetër, a ka Ukraina realisht hapësirën për kompromise pa cënuar dhe interesat e saj themelore? Diku në 23 dhjetor të vitit kaluar, Zelensky pati bërë një deklarat ku shprehej që është në një draft marrëveshje mes palësh, që edhe ky është një sinjal për zgjidhje, por siç duket akoma nuk kanë gjetur një farë konsensusi përfundimtar në lidhje me draft marrëveshjen, po për sa kohë është bërë një draft marrëveshje dhe deklaruar nga Zelensky, do të thotë që zgjidhja mund të jetë edhe afërt dhe Putinit mund t'i besohet për marrëveshje normalisht, por tek ajo vija kuqe që thash pak më parë, në qoftë se do ketë një kompromis për Krimen edhe për zonat e Lugansk dhe Donetsk, më fal, dhe të qytetit që është në atë zonë, atëherë do ketë një marrëveshje, siç thash edhe zgjerimi i territorëve të pushtuar nga rusët, pavarësisht se jo zgjerime shumë të mëdha dhe në qytete shumë të rëndësishme, por ka pasur një zgjerim që tregon që i ka ra intensiteti Ukrainës dhe forcave që e mbrojnë Ukrainën, kështu që Rusia po tregon që është vendosur në qëllimin e saj. Në fakt, Donald Trump ka qenë shpesh kritik ndaj mënyrës se si Perëndimi e ka menaxhuar konfliktin në Ukrainë dhe çdo marrëveshje paqe do të kërkonte kompromise territoriale ose politike nga njëra palë ose nga pala tjetër. Mendon se Trump është duke përgatitur terrenin për një ndryshim rrënjësor të politikës amerikane ndaj Ukrainës dhe nga ana tjetër është Perëndimi gati të pranojë një paqe që nuk përfundon me fitoren e plotë të Ukrainës? Ndryshim rrënjësor nuk besoj, sepse pak a shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë pasur asnjëherë një vit kuqe në këtë çështje. Kanë qenë gjithmonë për zgjidhje dhe një retorikë diplomatike për zgjidhjen e çështjes, por nuk ka pasur vija të kuqe dhe për sa kohë nuk ka pasur vija të kuqe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mendoj që mund të themi për një ndryshim rrënjësor.
duke marrë parasysh që Donald Trumpi është nga ai që ka arritë që në bëj deklarata politike që për 3 ditë i jap zgjidhje çështjes së Ukrainës edhe sjell paqen, e deri në këtë periudhë që nuk kemi diçka konkrete, realiste, atëherë do të thotë që normalisht që Trump këtë lloj pozicioni do mbaj kundrejt aleatëve, do kërkoj diçka më shumë. Është si puna diçka që nëse ti nuk e arrin të realizosh vet, atëherë do përpiqesh të fajsosh dikë ose të bësh përgjegjës një palë tjetër për moszgjidhje. Më kupton? E qartë. Mirë, Bler, për ta mbyllur pyetja e fundit, ndërkaq që Rusia ka insistuar vazhdimisht në kushtet që Ukraina dhe aleatët e saj sigurisht i ka refuzuar deri më tani për në këto momente që flasim, a janë ndryshuar realisht pozicionet e Moskës, Bler, apo gjithçka mbetet vetëm një retorik? Moska vazhdon të jetë, siç thash, në njëjtën linjë dhe të jetë shumë e qartë në atë çfarë do të realizojë. Ashtu siç bën perëndimet deklaratat e veta politike dhe që të ushtroj presionin e vet, normalisht që edhe Rusia edhe diplomacia ruse përpiqet që maksimalizoj kërkesën edhe po për sa kohë her pas here lën hapësira për të menduar që ka zgjidhje, do të thotë që Moska ka të nevojshme që ta zgjidhë sa më shpejt këtë, sepse i kushton, një luftë e zgjatur i kushton. E qartë. Mirë, Bler, kemi arritur në fund, falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, po mbyllim këtu këtë pjesë të parë, më pas në pjesën e dytë ndalemi tek dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Çemi pas pak.